Ndahet nga jeta ish bashkëshorti i Grida Dumës, por si u divorcuan pas 21 viteve martesë me të. Ish deputetja e Partisë Demokratike tashmë moderatore Grida Dumë i ka dhënë fund martesës së saj me ish bashkëshortin Ilir Shqina rreth 21 viteve bashkëjetesë. Grida është ajo që ka hapur procedurat e divorcit në gjykatë. Padia civile e saj është regjistruar në sekretarinë e gjykatës së Tiranës në datën 15 shkurt 2019, gjykata ka vendosur të divorcojë çiftin. 41 vjeçaria Duma së kohë ka pohuar në për intervista se është martuar që 20 vjeçe me Shqinën, të cilën e njohu në shkollë, kur ai sapo kishte përfunduar studimet e larta dhe ishte emëruar pedagog. Ai ka qenë pedagogu Grida Dumës dhe diplomat në ambasadën shqiptare në Sloveni. Grida dhe Ilir janë prindër të një djali 14 vjeç të pagëzuar me emrin Darien. Fatkeqësisht, Ilir Shqina ndroi jetë në 6 qershor 2025.